Ka përfunduar numërimi i votës preferenciale në qarkun e Lezhës, bie në sy vota preferenciale për kandidatin e PD-s Gjingjoni, i cili kryeson me 8873 vota, pasi renditet Kastriot Piroli, ndërsa në kampin socialist gara ka rezultuar më ngushtë ku tre kandidat mbeten brenda një diferencë ngushtë me Marit Aneli, Admir Kadeli dhe Pranvera Skana. Kandidati i PD-s Gjingjoni vlerësoi këtë fitore, por tha se nuk kemi në parametrat që duhet të ishim. Këtë fitore e vlerësoj me një përulësi ndaj qytetarëve të Lezhës dhe votuesve të Partisë Demokratike, padyshim që e gjithë kontributi dhe puna një vjeçare më në fund dha një rezultat. Padyshim nuk jemi në ato parametrat që duhet të ishim, por shpresojmë në të ardhmen dhe me strukturat e Partisë Demokratike të riaktivizojmë më shumë. Padyshim që makineria shtetërore ishte në krahun tjetër dhe solli një rezultat i cili për ne është i pritshëm, po jo i kënaqshëm, të them të drejtën, edhe për shkak të ndërhyrjeve të administratës shtetërore dhe mekanizmeve të cilët u përdoren përpara fushatës elektorale. Në përgjithësi, procesi i numërimit është një proces i qetë dhe u vlerësua çdo vot dhe padyshim që unë përulem përpara njerëzve të cilët jo vetëm në Lezhë, në Kurbin dhe në Mirdit, po mbyllim procesin në Kurbin dhe është pothuajse në mes të procesit. Tani pas përfundimit të procesit në Lezhë, do nisem drejt Kurbinit dhe vota e diasporës, e cila është një votë vendimtare për të rritur edhe një rezultat i cili është 4-3. Me interes pritet edhe leximi i votës preferenciale të diasporës, e cila pritet vendimtare për përcaktimin e dy deputetëve që do plotësojnë shtatshën e mandateve të qarkut Lezhë.